Një zjarr i përmasave të mëdha ka shpërthyer pas ditën e sotme në Tiranë, duke vënë në alarm autoritetet dhe banorët e zonës. Flakët kanë përfshirë tregun e rrobave të përdorura në rrugën 5 Maj, një hapësirë gjerë tregtare me materiale lehtësisht të djegshme. Sipas informacioneve paraprake, shkaqet e zjarrit ende nuk janë të qarta, ndërsa përhapja e flakëve ka qenë e shpejtë për shkak të sasisë së madhe të rrobave dhe materialeve tekstile që ndodheshin brenda tregut. Kjo ka rritur ndjeshëm rrezikun që situata të dalë jashtë kontrollit, duke qenë se zona përreth është e mbushur me biznese, pallate banimi, magazina dhe objekte të tjera tregtare. Menjëherë pas njoftimit janë vënë në lëvizje shërbimet zjarrfikse të kryeqytetit, të cilat kanë ndërhyrë me forca të shumta. Sipas burimeve nga terreni, zjarri ka qenë aktiv për rreth 30 minuta dhe gjatë kësaj kohe situata është agravuar, duke kërkuar një reagim të gjerë dhe të koordinuar. Aktualisht në vendngjarje janë angazhuar 6 mjete zjarrfikse dhe rreth 30 efektiv, të cilët po punojnë intensivisht për shuarjen e flakëve dhe për izolimin e vatrave aktive. Prioritet mbetet ndalimi i përhapjes së zjarrit drejt objekteve përreth, për të shmangur rrezikun e një katastrofe më të madhe urbane. Forcat e policisë kanë marrë masa për sigurimin e perimetrit, duke kufizuar lëvizje në zonë dhe duke mbajtur larg qytetarët për të garantuar sigurinë e tyre. Ndërkohë zjarrfikësit vijojnë punën në kushte të vështira për shkak të intensitetit të flakëve dhe tymit të dendur. Deri në këto momente nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale pritet të jenë të konsiderueshme. Pas neutralizimit të plotë të zjarrit, autoritetet do të nisin hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë.